Komuna e Prishtinës ka revoku pëlqimin për ekspozimin e materialeve prej librit të Shkëlqen Gashit, të cilat kanë qenë parapara prej datës 24 mars deri me datën 7 prill, në përkujtim të masakrave që kanë ndodhur në Kosovë. Ky revokim është bërë për shkak të përmbajtjes së pasaktë të pavërtet në disa prej panove që janë shfaqë, në disa prej materialeve të cilat rëndojnë shumë kujtesën historike të kombit tonë, rëndojnë shumë të mbijetuarit e masakrave dhe kanë kriju një irritim të jashtëzakonshëm të sentimentit publik. Prandaj e kemi revoku edhe sot është marrë me njëherë aksioni për heqjen e tyre nga sheshi. Jo, ne s'kemi bërë kontroll të materialeve, nuk kemi cenzur, nuk kemi gestapo për me bërë diçka të tillë. Materialet kanë qenë të financuara ose të sponsorizuara dhe nga institucionet tona shtetërore, prandaj duke kemi pasur arsyeshme me hy në detaje të tilla. Edhe nuk e kemi menduar që dikush prej shoqërisë tonë mundet me shku në nivele të tilla që me dhënë të pavërteta kaq të ndjeshme.